Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Sot është 7 marsi, dita e mësuesit që i kushtohet personelit edukues, duke ndaruar traditat më të mira të shkollës kombëtare shqipe, si dhe të figurës së mësuesit. Më 7 mars 1887 në Korçë u hap mësojtoria e parë shqipe, që nga ajo ditë 7 marsi festohet si dita e mësuesit për të përkujtuar atë ngjarje të rëndësishme kulturore dhe historike. Rënja e mprejtë e lindjeve dhe emigrimi i lartë i moshave të reja, zhvillimet demografike e kanë përmirësuar ndjeshëm raportin nxënës për mësues, sidomos vitet e fundit. Të dhënat zyrtare tregojnë se në vitin shkollor 2023-2024, një mësues në parauniversitar mësoi mesatarisht 11.4 nxënës nga 18.9 në vitin 2000 dhe 16.1 më 2010-ën. Në një ceremoni, mësuesve më të mirë ju shpërndan medalje për kontributin në arsim. Kryeministri Rama ju vlerësoi punën e premtoi vazhdimin e motivimit financiar me rritjen e pagave. Paga mesatare 950 euro është një fakt shumë domethënës i fuqizimit të vendit tonë ekonomikisht, por edhe i vullnetit për të fuqizuar mësuesit, por nuk diskutohet që nuk është fundi. Ambicia jonë është për ta quar pagën mesatare të mësuesve përtej 1000 eurove. Duke veçuar vështirësitë e mësuesve në kohën kur rrjetet sociale tërheqin vëmendjen e nxënësve, Rama kërkoi aleanca të forta me prindrit. Ju jeni në luftë të përditshme, të përorshme, të përminutshme me një mësues tjetër që është në fakt çmësues. Nuk ju kërkon të bëjnë detyrat, të lexojnë, por ju ofron vetëm gallat. Ju mëson se si t'ju nxjerrin gjuhën sapo ju ktheni kurizin në rastin më të mirë, se ka raste besoj që ju nxjerrin gjuhën edhe kështu ballë për ballë. Kjo është një sfidë ku ju nuk jeni vetëm dhe ku ne jemi gjatë gjithë kohës pranë jush, duke përmirësuar vazhdimisht kushtet. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një konferencë për shtyp komentoi protestën për platformën TikTok. Kryedemokrati bëri thirrje nxënësve që të nisin bojkotin e mësimit. Të dashur fëmijë, të dashur 33-a, ai që don ju vend censurën, ai shkelmon mbi të ardhmen tuaj. Ju keni drejt të filloni grevat dhe greva juaj është të bojkotoni mësimet që ditën e hanë, për shembull orën e parë do të ishte gjë madhështore që të mungoni sa më shumë. U bëj thirrje prindërve të mos i dërgojnë ditën e hanë fëmijët e tyre në shkollë orën e parë. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Do të jetë gjigante fleta e votimit për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Kryekomisioneri Lirian Celibashi tha se KQZ-ja nuk është e përgatitur nëse të 25 subjektet ja dalin të çojnë kandidat. Nëse të gjitha partitë që janë jashtë këtyre koalicione do t'ja dalin që të depozitojnë listë shumë emërore kandidatësh, nuk di të them pasaj. Për të qenë sinqert, nuk po e mendojmë këtë skenar, nuk do të jem hipokrit edhe të them që e kemi të llogaritur se si do të jetë ky rast. Rreth 246.000 zgjedhës shqiptar u regjistruan që të votojnë më 11 maj. Synojmë që midis datës 8 prill dhe 16 prill të përfundojmë procesin e dërgimit të fletëve votimit nga jashtë. 98 vjeç është votuesi më i moshuar që pritet të votojë nga jashtë vendit dhe rezulton me banim në Gjermani. Ndërkaq, një person arriti të regjistrohej pasi aplikoi 25 herë. Sa ju përket mbi 48.000 të refuzuarve, nuk do të ketë shans të dytë. Lajme nga rajoni. Bashkimi Evropian akuzon Serbinë se me sjelljen në Këshillin e Evropës po shkel marrëveshjen e Ohrit, ku ndër të tjera Beogradit i kërkohet të mos pengojë anëtarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Më 5 mars, Kosovës ju hoq nga rendi i ditës kërkesa për të qenë e ftuar speciale në një komitet të Këshillit të Evropës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kundërshtuan ligjet e miratuara nga Republika Serbe që ndalojnë gjyqësorin dhe policinë shtetërore të Bosnjës të veprojnë në pjesën e kontrolluar nga serbët. Ato kanë nxitur tensione në vendin ballkanik të ndarë etnikisht. Amerika dhe Bashkimi Evropian kërkojnë angazhim në dialog politik konstruktiv. Lajme nga bota. Donald Trump e ka vënë në dyshim gatishmërinë e tij për ta mbështetur NATO-n, duke thënë se nuk do t'ju shkojnë në ndihmë aleatëve nëse nuk paguajnë mjaftueshëm për mbrojtjen.
Trump nënvizoi se ndau të njëjtin qëndrim me aleatët e NATO-s edhe gjatë mandatit të tij të parë si president 2017-2021, çka nxiti shumicën e vendeve të rrisnin shpenzimet ushtarake. Vetëm Polonia i afrohet 5%-it, ndonë se Estonia dhe Lituania kanë lënë të kuptohet se edhe ato do të rrisin shpenzimet në këtë shkallë. Pavarësisht qëndrimeve të fundit, Trump ritheksoi përkushtimin ndaj Nenit 5 të mbrojtjes reciproke të NATO-s. Departamenti Amerikan i Shtetit mbajti një ceremoni të ngritjes së flamurit për pengjet dhe të burgosurit që mbahen padrejtësisht në shtetet e tjera. Kjo ceremoni rikonfirmon angazhimin e Washingtonit për të siguruar kthimin e qytetarëve amerikanë dhe banorëve të përhershëm të ligjshëm të ndaluar jashtë vendit. Sport. Sot u hodh shorti për gjysmëfinalet e Kupës së Shqipërisë, duke përcaktuar dy çiftet gjysmëfinaliste që janë Vllaznia Dinamo City dhe Egnatia Partizani. Ndeshjet e kësaj faze, ku do të përcaktohen finalistët e këtij edicioni, janë planifikuar të luhen më 2 dhe 23 prill, ndërsa finalja e madhe u caktua më 1 maj. Parashikimi I motit. Vendi ynë vijon që të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti mbetet I kthjellët, si dhe me vranësira të pakta transparente, pas orëve të mesditës. Temperaturat variojnë nga 7 në 24 gradë Celsius. Kjo ishte edhe një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ I radhës është në orën 17. Unë jam Ermelda Mithasani. Unë jam Ervin Nikola. Kjo është Top Albania Radio.